tash nga tradita popullore, tash prapë e bëjnë një digresion në jashtëorit. Ata bilin ato vetmet intervista që kanë thonë në mënyrë të mrekullueshme që neve jemi pasardhës të ilirëve dhe të pellashkëve të Skënderbeut. Edhe përdesa ka në zemër Skënderbeu një shqiptar, nuk ka se si mos jetë patriot. Mos jetë patriot, mos jetë atëdashës. Tash këtu kulminacioni më rrin me ngjarjet e vitit 1968, kur atëherë kërkohet e drejta flamurit dhe fitohet e drejta flamurit. Po mirë po, këtu i kemi dy elemente shumë të rëndësishme për me pa se pse ndodhi kjo bashkë në vitin 1968. Është pikërisht ato përplasjet e mëdha që fillojnë në Evropë edhe ato protestat e vitit 1968, të cilat reflektojnë edhe interferojnë në mënyrë indirekte edhe të zhvillimet në Kosovë, dhe kështu që ata pikë synimin kryesor kanë pas pari ta fitojnë të drejtën e përdorimit të flamurit, i cili ishte simbol kombëtar.